edhe fëmijët jonë tiku. Vetëm quni matë është dhe ndusja dhe plaku. Tek shtëpia që ti ishe e vetme apo jo? Ja, bil. Sa vite ndenje atje vetëm? Neta ja 20 vjet po. Këto pamje që po ju tregojmë janë vendi ku Nazja kaloi 20 vite vetme. Ajo lindi një vajzë, por rriti me përkushtime dhe 3 fëmijët e burrit. I deshti si të ishte nëna e tyre. I shndroi shtëpisë si shtyll, u sakrifikua, u lë dhe asnjëherë nuk u ankua. Por jeta nuk e shpërbleu me të njëjtën dashuri. Kur fëmijët u rritën dhe krijuan jetën e tyre, e morën me vete baban në shtëpinë e tyre dhe në Nazën e lan pas, e harruar. Vajza e saj e vetme u largua në Greqi prej më shumë se 20 vitesh dhe nuk u kthye më. Dhe askush tjetër nuk trokiti më në derën e saj. Çfarë kushtesh kishte? Si jetoje ti atje? Shumë të që i kisha. Mirja bukun 2 orë larg. Me shelqer e me në omëlsirë këshu, për s'kisha. Nuk isha as drita, as televizor, as gjë? Jo, s'kisha as drita, shumë të shemë. Shumë të shemë. Shi, diell, domethënë ti ishe në qiell të hapur. Tonë, për jashta. Për jashta, i shanin lagja, vinde nuse lagja dhe thështë aje gjallë. Hajde atë vite ti, jo, shumë vite është jam, vjene e vështirë të jam. Pra doja të qëndroje po aty ku kishe vite që rrije? Po aty të kisha nderin e shtëpisë. Çfarë më nga ajo shtëpi, aty ku ke rritur fëmijët, çfarë kujtimesh ke? Aty kam kujtime mallëngjime se i kam rritur vetë më vuajnë. Se di se që shbojnë, më vujmë se... Po me vajzën tuaj, ju nuk keni kontakt? Jo, në Greqi. Ke folur me gocën? A ka ardhur të takoj? Jo, s'ka ardhur, i ka të shtëpi pronari dhe ka futur në punë. Të ka marrë në telefon? Jo, as telefon, as gjë, kom unë. 1 vit e 5 muaj jam bërë për të fluturojnë qilë. Po kom qenë shumë përgjegjëse të mira këto. Më duane, më mane, më shtrojnë, më lojnë, më manë menjen, ç'ketic bën ti. Po 3 fëmijët që ti rrite, 3 fëmijët e bashkëshortit. S'kom marrëvesh as për të burrit, as për times. S'kom marrëvesh fare, jam bërë që të vras veten, po se boja të lim se ka zonë menja Zoti për të jetuar. Si e mban vetën në Nazë, pra kush është ai motivi që ti jep vetës tënde? Vetëm e mbaj menjen, inshallah vjen enda njoqi. Qelë dhe një sytë. Ta shohësh dhe një herë? Ta shoh dhe një herë, fëmijët, njerëzit, niprit, mbesat. Mbesat. Për të parë një kundërvështrim moral të kësaj çështje, ne u takua me teologun Leonard Çela, i cili i dha një përgjigje pyetjes së madhe: ai ka fëmia borxh prindrit? Po patjetër që fëmia ka shumë borxhe ndaj prindrit. Dhe borxhet ndaj prindrit në aspektin islam janë të pashlyeshme. Ka një rast shumë të bukur, nëse do më lejosh ta tregoj, në kohën e profetit Muhammed, shkon dikush me një gëzim të madh. Ky me një gëzim të madh shkoi dhe i tha: "O i dërguar i Zotit, e mora nënën time në shpinë dhe bëra tavafin e Qabes, haxhin, pra që është goxha e mundshme, e mundimshme, e lodhshme për të rrotulluar rreth e qarkësaj, por edhe të kesh tashmë peshë mbi supët e tua." Dhe thot: "E mora nënën time dhe bëra tavaf rreth Qabes. A i shlyva unë borxhin ndaj nënës time." Dhe i dërguari i Zotit përgjigjet kështu: "Ti thot nuk i ke shlyer nënës tënde qoftë një dhimbje të vetme nga lindja." Çfarë është lumturia për një njeri në fund të ditës? Pra, unë e them shpesh në këshillat e mia me xhamatin në xhami, si mundesh ti, e supozojmë, të jesh i lumtur në mbrëmje kur ti